Ministri i jashtëm i Italisë Franco Frattini ka kërkuar nga klasa politike shqiptare të zhbllokojë situatën politike në vend, pasi në këtë mënyrë, tha ai, ajo po bëhet pengesë për të ardhmen europiane të vendit. Frattini priti në selinë e diplomacisë italiane Farnesina ministrin e brendshëm Lulzim Basha dhe 50 qytetarë shqiptar, shumica studentë, të cilët udhëtonin për herë të parë në Europë dhe për herë të parë pa viza, por i pyetur për situatën politike në vend, shefi diplomacisë italiane tha se asnjë forcë politike nuk mund të bllokojë të ardhmen e vendit për interesat e saj personale. Albanian membership. Unë ende shpresoj që të gjitha partitë politike, mazhoranca dhe opozita të bëhen të vetëdijshme për rëndësinë e integrimit evropian. Mazhoranca dhe qeveria janë të vetëdijshme, por duhet të jenë të vetëdijshme edhe të gjitha partitë e tjera, që çdo lloj pengese që vendosin në jetën politike është pengesë në rrugën europiane të Shqipërisë dhe kjo është negative për shqiptarët. Kjo nuk mund të jetë në përfitim të një partie kundër një tjetre. Në këtë mënyrë vendosemi kundër perspektivës europiane të Shqipërisë. Më falni për ashpërsinë. Unë nuk dua të ndërhyj në situatën politike të vendit tuaj, por kur e shikoj Shqipërinë nga jashtë, unë si një nga miqtë më të mirë të këtij vendi, besoj se është e domosdoshme që të luftojmë tani për ta patur Shqipërinë sa më shpejt anëtare me të drejta të plota në BE. Nuk duhet të ketë ndarje, nuk dua të përcaktoj se kush ka të drejtë dhe kush jo, por është i rëndësishëm interesi kombëtar i Shqipërisë për të bërë sa më parë kandidat për në Bashkimin Evropian dhe më pas anëtar me të drejta të plota. Mëtej shefi diplomacisë italiane Frattini deklaroi se liberalizimi i vizave ishte një proces i arritur vetëm mbi meritat e reformave të ndërmarra nga qeveria shqiptare dhe as pak një dhuratë, ndërsa ministri i brendshëm Lulzim Basha garantoi edhe një herë ministrin Frattini se qeveria shqiptare është e angazhuar maksimalisht që liberalizimi i vizave të mos shoqërohet me abuzime nga qytetarët shqiptar. It is with a particular emotion that I personally am here today. Jam sot këtu në këtë ditë të veçantë së bashku me 50 qytetarë shqiptarë, shumica studentë që përfaqësojnë fytyrën e ardhme të Shqipërisë europiane. Për ne si autoritetet e Shqipërisë është një detyrim madhor që kjo liri e lëvizjes dhe kjo e drejtë e mohuar që tani na u dha, ta mbrojmë me çdo kusht kundrejt abuzimeve. Kemi marrë të gjitha masat dhe kjo është vullneti i qeverisë shqiptare, që të ndërmarrë çdo masë që Europa të mbetet e sigurt siç është sot nga vendimi për liberalizimin. Së fundmi, duke folur për marrjen e statusit kandidat, ministri Frattini deklaroi se shpreson që ky vlerësim të jepet për Shqipërinë para qershorit. Io credo che la risposta debba essere sì. L'Albania merita il riconoscimento dello status di paese candidato. Shqipëria meriton njohjen e statusit të vendit kandidat. Do të punojmë me presidencën hungareze që fillon në janar dhe më pas me presidencën polake. Shpresojmë që të arrijmë shpejt marrjen e statusit të vendit kandidat nga Shqipëria në vitin 2011. Unë do të doja që kjo të ishte para qershorit në pjesën e parë të vitit, të i njëjtë Shqipërisë statusi i vendit kandidat. Kam folur për këtë edhe me kryeministrin Berisha dhe unë besoj se Shqipëria vetëm duhet të vazhdojë rrugën e reformave. Nuk ka detyrime të tjera dhe unë besoj se në pranverë vendimi do të jetë pozitiv. Së fundmi, ministri Frattini tha se për Kosovën është herë të flitet për liberalizimin e vizave, pasi ajo ka ende nevojë për ndihmë si shtet.